Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë ka dhënë 8 masa sigurie ndaj disa personave dhe zyrtarëve të FSDK-s, si pjesë e hetimeve për vepra penale, falsifikimi i dokumenteve dhe fshehje të ardhurave. Hetimet zbuluan se administratori i subjektit CFO Pharma ka përdorur 2 kompani të tjera, Pharma Plus dhe Nedix Albania, për të krijuar fatura dhe inventar fiktiv. Qëllimi është përfitimi financiar ndërmjet skemave të rimbursimit të barnave nga FSDK-sha, duke i kaluar këto fonde në mënyrë të palishme. Hetimet nisën pas kallëzimit të shtetas iniciale ISH, administratori i subjektit, medikamenta, importues ekskluziv farmaceutik i licencuar dhe kontraktuar me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Ai raportoi se është në dieni të veprimeve të palishme që përfshin shfaqje fiktive të shitjeve dhe blerjeve të barnave, foster dhe trimvov në bashkëpunim me punës publik të fondit. Sipas prokurorisë, këto veprime fiktive kanë çuar në përfitimet pa justifikuara financiare dhe subjekte të përfshira dhe kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në buxhetin e fondit. Hetimet vijojnë për identifikimin e plotë të gjithë personave të përfshirë, kapjen e përgjegjësve dhe sigurimin e provave që do të lejojnë ndjekjen penale të tyre. Ky rast nxjerr në parë rëndësinë e kontrollit dhe transparencës në skemën e rimbursimit të barnave dhe angazhimin e prokurorisë për të goditur korrupsionin dhe mashtrimet në sektorin e kujdesit shëndetësor.